Unë quhem Xhavit Mulej, kryetari i fshatit Luka Epërm. Spari, duhet ju falenderoj që keni gjetë kohë për më ardhë mi bëu vizitë fshatin tonë. Një fshat që i meriton ma shumë se sa një vizitë, po meriton edhe ma shumë. Sepse është një fshat që është i kulturës, i dijes, është i besave dhe është i zhvillimit edhe i, me të thonë, i çdo gjoje. Kur themi këta, them se kemi fatin që në fshatin tonë e kemi shkollën e parë gjuhës shqipe, një ndër shkollat e parë gjuhës shqipe, Mitepin Tahir Efendi Luka. Kemi fatin që për besën në fshatin tonë janë majtë 3 evenimente të rëndësishme për kombin, jo vetëm për fshatin, po për kombin tonë. 1903 Besa e Verat Luks, 1910 pra Besa Verat Luks, ku ka kulmu me vitin 1990 pajtimi i gjashtë të Verat Luks. Pa dyshim që Luka është një vend goxha historik në Kosovë. Flasim pak për popullsinë këtu në Lukë, për banorët dhe për sa shtëpi janë afërsisht këtu në Lukë. Për momentin jemi dikon afër 300 shtëpi, me një numër banorë rreth 1700-800, varësisht se është bërë një shpërngulje madhe e njerëzve, po një breng shumë e madhe është migrimi i këtij vendit. Një pjesë shumë e madhe shtëpia sot janë bosh, që kanë migru njerëz për jashtë, po në total dikon janë rreth 300 shtëpi me 1700 banorë. Pasi që përmend edhe migrimin, a ka ndonjë arsye të posaçme pse ndodh migrimi këtu në Lukë apo është e përgjithshme? Shiko, migrimi nuk është vetëm që është në Lukë, apo vetëm që është në komunën e Deçanit. Po migrimi është si smundje e mbarë shoqërisë së Kosovë. Në çdo vend kemi këtë trend. Për shkak të kushteve çfarë dim, nuk po him ato se kushte politike, ekonomike tënë ato nuk po nënçohen ato. Vetëm kjo barë e ka prejkë edhe fshatin tonë me masë të madhe. Flasim pak edhe për banorët rezident. Me çka mirën kryesisht banorët këtu që ajtojnë në fshatin Lukë? Kryesisht merren me bujqësi. Sepse është një vend bujqësor, merren me bujqësi, por nuk do të thotë që kemi edhe që kanë biznese private, me zdrugtari, me llamarin, me ndërtimtari. Do të thotë kemi disa firma që operojnë në fshatin Luka Epërm. Po kemi edhe djemt tonë atje që janë biznesmen të fuqishëm edhe janë shumë të suksesshëm në biznesin e tyre për jashtë. A plotësohen këto kushtet në Lukë për me pas një bujqësi sa më të mirë? Po, mund të themi po, edhe pse edhe kjo ngec pak. Për shkak se rinia ka ikë për jashtë. Interesimi për bujqësi është pak më i zvogluar, sikur në gjithë territorin e Kosovës. Po, fatbarësisht i kemi disa firma që janë të majtë ende gjallë bujqësinë dhe blegëtorinë këtu në fshatin tonë. A plotësohen kushtet tash ti që je si kryetari i fshatit, a ka ndonjë ndryshim, ndonjë dallim prej të kalumës në tashme sa i përket pjesës së bujqësisë? Shiko, këtu tash si duhet më shku pak në mënyrë, si më thonë, mënyrë të drejtë, se varësisht prej zhvillimit, varet edhe buxhetit si është te komunja, sa ka mundësi komunja me na mbështet. Pararësit e mi kanë pas ndoshta pak më vështirësi, se komunja ka me një buxhet pak më të vogël. Në momentin që unë kam ardhur e kam gjetë një vend pak më ndryshe, që komunja ka pas një buxhet pak më shumë, po edhe një përkrahje më të madhe. Po, kemi bërë ndryshime, brenda këtyre 2-3 vjetë kemi bërë disa ndryshime, qoftë me kanalet të ujitjes, qoftë me infrastrukturë, kemi bërë ndryshime. Po nuk do të thotë që as ata pararësit e mi nuk kanë bërë përpjekje. Edhe ato me ata mundësi që ka kanë pas, që kanë mujtë, edhe ata kanë realizuar projekte, kanë realizuar punë. Sa i përket diasporës, a janë që ndihmojnë diaspora në mirëqenien e fshatit apo ndonjë ndërtimi të ri apo ndonjë gjë tjetër? Po tash jo vetëm këtu në fshatin tonë, po diaspora është një fuzioni kryesor i gjithë popullatës së Kosovës. Te na këtu jemi me fat. Kemi një diasporë të mrekullueshme, që çdo herë, çdo moment, çdo kohë janë pranë nesh.
qoh me aktivitetet ndryshme, qoh me projektet ndryshme, qoh me ndihma të ndihmu familjen, do të thotë e kemi një diasporë të shkëlqyeshme. Sa i përket aktiviteteve, cilat aktivitete mbon këtu në fshatin Luk që mund dëshmi përmend? Po këtu kemi aktivitetet ndryshme, kemi festa që kemi për shembull kemi 1 majnë, që është ditë përvjetori i pajtimit gjaçeve. Mandej kemi që disa vite e bëjmë edhe darkën e lomës si aktivitet. Kjo ka ekzistuar edhe më herët, po ndërkohë ka mbetë si në harres që 2-3 vite e kemi ripërtri edhe një herë, ku gjithë fshati merr pjesë aty me ushqime tradicionale, me gjithë ato e kemi, ta shtuti është u kthyn atë aktivitetin tradicional. Ka edhe aktivitete tjera që më pastrimin e varreza, pastrimin e këtyne lapidarëve këtu, bëjmë aktivitete ndryshme. Sa i përket lapidarëve, poshtë që ishin të ndërtu disa lapidar, a mundesh më na tregu për kënjën të ndërtu konkretisht? Po, këtu ku jemi për momentin, kemi lapidarin që janë dëshmorët në martirë të kombit, të luftës fundit këtu, që i kemi 6. E kem pas ndërtu një fare lapidari, po tash me ndihmën e komunës, kryetarit komunës edhe të kryesuesit komunal të komunës, ne ka mundësu që të ndërtojmë pak me gurë edhe të bëjmë pak një formë ma mirë këtë lapidar këtu. E kemi edhe një lapidar që do ta shohim pak më tuti, e kemi për 2 rapsod kombëtar, për Dervish Shaqen dhe Demush Nezirin, që ndoshta një lapidar është pak, po aq kemi mundësi për veprën edhe punën e tyre për më bëu për ta. Pasi e përmende luftën, a njët historikisht fshati Luk që ka dhënë burra dhe gra për çfarë do lloj lufte, apo edhe në luftën e fundit që ka ndodhur këtu në Kosovë? Shiko, prej themelimit të këtij fshati, çdo herë kur është dash nevoja, kur ka nevoja për atë dhej, Luka ka dhënë djemt të saj, ka dhënë njerëz të saj për shlerimin e këtij vendi. Kemi në luftat ndryshme, kemi dëshmorë, kemi njerëz që kanë vujt me burgjet në reżime të ndryshme, dhe këtë në këtë luftën e fundit, ku kemi një numër të madh që kanë pjesë e luftës së fundit. Flasim pak edhe për infrastrukturën. A plotësojnë gjitha kushtet këtu për një banor që me jetu një jetë sa më të mirë, ose edhe nëse jo, çka ka mungesë këtu në fshatin Luk që duhet patjetër për me u bë? Po tash thomi janë plotësuar gjitha kushtet, çdo herë ka mirë e ma mirë. Për momentin nuk qëndrojmë keq. Për momentin kemi një rrjet mirë të kanale udhëheqjes. Kemi një infrastrukturë të ndërtuar jashtëzakonisht mirë, secila lagje është asfaltuar, secila është sinjalizimi i gjitha rrugicave. Do të thotë me infrastrukturë jemi mirë, nuk jemi keq. Këto është krejt fal Kuvendit Komunal Deçanit, kryetarit Deçanit edhe kryesuesit Kuvendit Komunal Deçanit, që na kanë mbështet në çdo projekt e kem pas për krahjen e tyre.